do bëjmë patligjanet të mbushura me djath. Si fillim, filloj me patligjanin. Para se të filloj patligjani, kam vënë furrin me 180 gradë që furri të jetë i nxehtë. Këtu kam 3 patligjane. Do i pres në feta të holla. Merr mesin e patligjanit vetëm. I lidhe nga ana tjetër. Nga të dy anët me vaj. I hedhe pak ujë me dorë kështu me vete, mos thahet në furrë. Do t'i lëm sa të zbuten në furrë. Nuk i hedha as krip as gjë se do mbushen me djath. Furri është i ngrohtë. Tashi po filloj salcën, djathin e grir për mbushjen e patligjaneve. Këtu kam djathin, e grin copa të vogla, e gri të gjithë dhe po na ngeli nuk na shkon dëm, sa të mbushen patligjanet. I hedhe pak djath. Ky është Philadelphia që përdoret për bukë, për lyrjen e bukës, e do t'i hedh 2 lugë vetëm sa të zbus djathin këtu. Nuk ja het gjithë. Është kilo i djathi. E shtyp kështu me lugë dhe e kam gati për patligjanet. Sa dalin patligjanet do t'i mbushim me këtë djathin. Nuk i kam hedhë as krip as një gjë, vetëm djath. Po i lë kështu dhe do presim patligjanet sa të bëjmë patligjanet. Këtu kam 2 speca të grira dhe pak djath. 1 spec të grirë në copa të vogla dhe pak djath. E hedh këtu. 1 spec i grirë komplet në blender. Rigon. Patligjani e do rigonin. 2 thelpa hudrave të grirë, 2 me 3. Po t'jenë të mëdhaja, bëj 2. Po t'jenë të vogla, bëj 3-4 copë. Hedhe salcë, salcë domate. Salcë që përdorim për gjellë. E përzjedhe e lëveç kështu. Do e shikoj për krip, po të shikoj njërë patligjanet. Tash i shoh pak salcën për krip. Këtu ka pa speci, si që thash, pak djath, edhe salcë domate, rigon dhe piper. I hedhe pak piper. Edhe vaj ulliri. Këto janë, do presim dhe pak patligjanet sa të zbuten. Patligjanet janë zbut, sa i nxora nga soba, dhe tash do filloj me mbushjen e patligjanit. Shikoj qik salcën për krip, e kam taman apo jo.
ishte shumë pak krip, se ka dhe djath brenda salca. Shtroj këtu të tepsia salcën. Salcë kam bërë shumë, se e përdor nuk është se e dua vetëm të gjithë për këtë, nuk më shkon dëm salca. Filloj mbushjen me djath. E marr djathin, javë kështu në mes, dhe e kthej patlıgjanin si rrotë. Dhe vendos te salca. I veçej djath mirë, se djath kam boll, nuk është se kam mund të mbusheni dhe me gjizë. Kështu vazhdoj me të gjitha patlıgjanet. Kjo është patlıgjani e fundit që më ka ngel, i mbusha të gjitha me djath dhe i kam vendos në tap të gjitha. Tash i marr prap nga salca dhe i hedh kështu pak patlıgjaneve të gjitha mbi vete. Përsipër i shtoj nga një flet domate të hollë të prerë. Gjitha patlıgjaneve, me radhë, ajo e zbut patlıgjani, nuk e lë të thahet, tash i që të piqet në furrë dhe del shumë e mirë. Nga një flet domate të hollë të gjithave. I shtoj pak krip përsipër. Nuk i shtoj shumë se lëshohet djathi, dhe nëpërmes tavës vë ca speca. Speci jep shumë shije kudo që ta vesh. Speca të prera në feta, specie shile, të kuqe, të verdhë, çfarë speca mund të keni, mund të beni. Janë të prera në feta të holla. I shtoj pak rigon, pra përsipër. I shtoj dhe vaj ulliri. Këto janë patlıgjanët e mbushura me djath. Tash do t'i vënë në furrë, mund të vonojën gjysmore, 3 çerekore, do t'i shohim. Meqense është gjellë gjysmë e gatshme, patlıgjanet janë të pjekura përpara, pastaj janë të mbushura, në djath janë. Është një gjellë verore, tash me vapën e madhe e përdor shumë, me i çikos mund ta shoqëroni me çfarë do lloj gjeje. Ju falenderoj për shikimin, ju falenderoj nga zemra, pres komentet tuaj.